problemi madh brenda Partisë Socialiste. Pra a do ketë guximin Zola Gjylameti, siç po reagon Velia i pasekurave dhe ajo, jo pasekura, ajo të reagoj nga salla e parlamentit ose edhe në për media. Po reagoj Gjylia një do hynë në pasekurave, se nëse del që zonjës Gjylameti janë vjedh votat, dikush do prangon se do zotëri, se nuk është shu si jo, këtu janë... Se ne kemi bërë kështu sigurisht që janë më normale në botë vjedhës në të vëndë. Këta komisionerë që kanë vullosur, kanë parë trenin bulgar, këta tani pret spaku, apo... Këta kanë pa trenin bulgar, problemi se këta s'kishin prej biletën për bilet për trenin. Po tani kanë parë trenin bulgar, po këta e bëjnë për nëse kanë bërë tani, që shka trenin bulgar. Unë ta thash, vetë, PD-ja nuk ka pranuar që për diasporën të ketë një komisioner që të bëjë shumit cilësuar për votat në rast një ndonjë ankese nga numëruesit. Këtu çdo problematikë që ka kalu nga për votat e diasporës ka kalu në heshtje, më ka një proces i shkëlqyer. Shko, diça, më kupton. Përveç këtyre ngjarjeve dhe zhvillimeve, në anën tjetër mendoj që kjo edhe mund ta njollosi Partinë Socialiste, jo se s'ka çështje besuar, po si mund t'i vjedhësh ti kandidatës tënde votat. Po ka lezet më burr, po se ku do vjedhin? Apo ti thua vjedhi një shtëpinë vet që të perfeksionohen për të vjedhur shtëpinë e tjera. tjera. Pa dalin rruga ata. Po si do dalin rruga ata pa eksperiencë aty? Çfarë di thon njëri kundërshtar? Jo, eksperiencën ata e kanë në shkolla politike. Këtu gabondi, ata po bën një shkollë politike, edhe madje që sot një prej deputeteve më të reja, Sara Mile, i ka thënë me zi po prez zoti Berisha të përballet me ty në parlament. Imagjinoj Sara Mila me Berishën në parlament? Domethënë të përplaset. Zegjineja i ka bërë thirrje Gazbardit, me zi po pres me ty të përplaset, më mungoni thonë. Plasje titanësh, Dhe në këtë përplasje ne do kemi punë shtator. Po që mund do kemi shtator, ne shkete do grijemi. Këta do përplasen dhe ne do t'i futemi. Do grijemi se sheshme. Ne do t'i ndajmë. Po të bëni. Po ne do i fusim live. Sa ty këta do i fusim live, do e themi që emision për të qeshur, donate, dhuroni. Ku e gjen guximin? Na mori ky kolegu jo. Ore, jemi live, ore, se po ta kam hap telefonin, po jemi live. Të kam hap telefonin, jemi live, do vish o vlla, se po të presim të rishikues. Edhe 10 minuta kje. Po, hajde pra se po të presim të rishikues. Mbi këto premisa, hajde. Mbi këto premisa, se bërë si Tedi Blushi me Ilir Metën që ishin të... Me zi po prisa thoshte në laf pisët. Po ku je? Jo. Qatë bërëzja, pasë kemi 2 orë që presim neve ta një edhe të... Jo, thasë mos ishte të deras pa e hapni, ma kupton. Që që ndronë, ku e gjenë guxime? A jep kjo shkolla politike guximin që këta të përplasën për shembull me Berishën dhe me Gazbardin? Se aty këta do kenë për shembull, për folës publik do kenë Taulan Ballën. Po. Do kenë, më duket Maznikun që i ka hyrë spaku në shtëpi. Po çfarë ti bëj spaku? Ti dalin nga shtëpia ato? Jo. Ti bëj shtëpi tjetër se na çmend. Mazniku mbase duke i thënë këtyre leksione që ju duhet silleni kështu kundër Berishës, a vjen ata të spakut bërtham, aty e mbërthejnë, e thonë ata, edhe ju s'duhet veproni si këta se do veproni, do shashtisen ata. Nuk e di rasti si përfundon rasti Maznikut, me thënë drejtën. Po unë e marr hipotetike se ka kohë, se nuk ka kohë sot ky rasti Maznikut, ka para Velia ato. Po nuk është me çështje koha, është me çështje procedure, apo ti dhe me kohë. Po jo, nuk thash, po ka dhe afatet hetimore, kanë një lloj afate. Në këtë pjesë. Nuk funksionon kohë si shtu aty. Në këtë analizë, pra, tashmë këta do të gjejnë guximin të përplasën, për shembull, kur e mendojnë që nga Elbasani Sara Mila të përplaset me Berishën, ballë për ballë. Si ishte ajo kënga se Sara Mila? Nuk e di këngën, ti dëgjon. Jo, mo, ishte u bëj një event. Në anën tjetër, ajo që më shqetëson lidhet përsëri, Tërmet Petçi po bëhet gati ty në parlament, spaku hyn bashkë me BKN bashki. Ani në gjithë të panoramë. Çfarë do ndodhe njerëz, po marrin vesh. Këta ç'do bëhet se po nisi kështu spaku do i lej pa ekip drejtues. Ka sa dush, Rama nxjerrë, hop, sa Sara Mila ka për vërdall, si e ka i tjetri i Durrësit. Tani ai me 2.3 milion euro. Do të them me një gjë. E më thonë që ti po thua, ore pa ata thoshin që si ka 20 Arken Balla thoshin që si ka 23 milion euro, ka vetëm 23 milion lekë. 2.3 milion euro, po ka vetëm 23 milion lekë thoshin. Tani hajt ku ti beson. E kanë ngatruar, i kanë vënë një bish mbrapa. Aty të euro, a kupton? Presje euro. Po, jo Albanian lekë.
Më thuj, ka një pikë pyetje ande mëse ti. Jo, s'ka, unë thjesht po doja të falenderoja teleshikuesit që na ndjekin nga diaspora, por edhe nga Shqipëria. Mund na komentojnë për këtë çështje dhe për çdo temë që ne diskutojmë, jepni mendimin tuaj edhe për këto çështje që diskutojmë. Ne kemi këtë emision një format bisede të lishme, nuk është ai format që ju shikoni me pyetje-përgjigje, por hym secili dhe japim analizat tona mbi atë perspektivë që ne mendojmë të ngjarjeve dhe të zhvillimit. Anëri, më thuaj pak me këtë ritëm, ngelet më njëri se këta duket sikur shtatori, tetori, nëntori me gjysë ekipi. Po ndoshta ngelet më, po nuk ngelet shumë, a kupton, nuk ngelet në thellë, a kupton? Por unë besoj se nuk është që gjysë ekipi se Rama i ka bërë gati të gjithë tjerët, se kështu fillon një krahasit nga shtatori i krahasit, sjell njerëz të ri, figura të reja, ndron, rifreskon qeverinë, se me demek ata që ishin nuk janë më apo... Të lutem t'i bëj një thirrje Edi Ramës për figura të reja. Po për shembull nga gazetaria ty të shkon një ministër. Mua më. Unë e di që ti se do, po mirë, t'ja bëjmë thirrje. Po pse budallaja më në? Po pse? Po i ke paku gjithë burg janë këto, ke paku përfundon këtu. Po ti mund të jesh një nuk mund të jesh se do, për shembull do thosh jam ti mund të jesh i Bora Muzhaqi, nuk e kam në kontekstin e një ministre që s'ka Ministër gafash. Jo gafe, nuk e kam për gafat, e kam për që s'ka probleme me ligjin deri sot, nuk e kam për gafat. Ose di me deri sot. Po kështu ishin gjithë deri dje, kështu ishin gjithë. Deri dje deri sot. Pra, ti thua që po të afroj ai. Po rri mo shok, jemi mirë, më mirë, më popull, e themi një fjalë, po na e dëgjuan mirë, po na e morën parasysh. Dakor. Nuk bëhet fjalë më burr, sepse nuk është problemi se është problemi. Problemi është se këta të thonë vetë që bëhem o çketi se më ke mua nga pas, ose jepja Gonit, ose jepja Benit, apo jepja Lenës, jepja Prenës. Po jepja Prenës, po jemi diku te 65 veta live, kështu që mund t'i falenderosh në YouTube shikoj unë vetëm. Të dashur dëgjues, po na vjen dhe ky gazetari apo kolegu tjetër, ju falenderojmë shumë që her pas here na dëgjoni, edhe kur themi ndonjë budallik, unë e kam thënë her pas shpesh, por pjesa më e madhe ajo që duam të nxjerrim nga ky emision, edhe pse trajtojmë kështu si tre miq, faktikisht që flasin shumë lirshëm për tematika të ndryshme, gjërat që nxjerrim apo elementet që sjellim këtu, qoftë ndonjëherë me dokumenta, qoftë ndonjëherë që pretendohet sipas që duken në dukje thashë theme, faktikisht janë investigime serioze dhe bazohen në fakte serioze. Asnjëra nga ato që themi ne, realisht nuk është humor, pavarësisht se ne e themi sikur me të qeshur apo me një format që ne na pëlqen të sillemi ose të vim krejtësisht dhe naturalisht tek ju. Shakaja është gjysmë të vërtetës, tani unë do doja të falenderoja pak Dritan Nelajn që na shkruan, jeni më të mirët, ju shkoft mbar, na thot Dritani. Dritanin e kam mikun, se nuk është se, kështu që Dritan të përshëndes edhe më të fort do kthehemi. Kështu që vetëm më të fort. Dritano miku këtit, i përshëndes dhe unë? Po jo, do të takosh dhe ti se vjen Dritani këtu se. Qa profesioni ka? Ta marrim të aftojmë një ditet nash? Dritani është sipërmarrës. Po në të thot për problemet e fushës vetë. Do marrë njërës surrealisht. Duhe marrë Dritani, po Dritani nuk është personi adekuat që mund të flasi për... Mima si Dritani, një Dritan tjetër më që në mund të flasin, po, mund të ketë, se mund të ketë konceptet. Unë kam bërë më të qëjnë turizmi, për turizmi. Për turizmin, sidomos për këtë, jo për turizëm militar, flas për këtë turizmin kështu që bëjnë kontrata kryesisht në Gjermani dhe mbajnë vetëm hostele dhe vinë turistë huaj që i shëtisin gjithë Shqipërinë për ta treguar kush është problematika, sa ai sa kam dëgjuar unë, kam biles një 2 miq të mi shumë të mirë që merren me këtë, janë shumë suksesshëm punën e tyre, po për sa i përket mbështetjes nga shteti apo mbështetjes nuk po them financiare, por krijimi kushteve përshtatshme për të jo vetëm kontaktuar, po edhe panajre ndryshme që mund të bëhen dhe Shqipëri sa i përket turizmit huaj. Kurse këtu s'ndodh. Kemi dhe Sajmir Skënderin, i cili thot ju pëlqej shumë për emisionin, por kur flisin për çështje kaq serioze, bëhuni më shumë. Po, më shumë të artikuluar, jeni gazetar dhe fola shumë etike. Ju përshëndes Sajmir, edhe ne të përshëndesim dhe të falenderojmë. Shpeshherë neve, edhe duke qenë se jemi në një format kolegësh dhe miq, edhe shpeshherë bëjmë ndonjëherë batuta, por e vlerësojmë jashtëmase këshillën tuaj dhe do e kemi parasysh për të qenë më etik
kur komunikojmë